nuk e di nëse e mbaj mend të mirë me rob shtëpie, se I kisha pi nga 2 gota, po isha dje në klub, okay, dhe ishte një çun që ishte I mirë, me thënë drejtën, ishte shumë I lezetshëm, por nuk e di. Dhe kishte mbyllur telefonin dhe kishte shkruar aty, domethënë kishte shkruar vlla, kishte bërë një screenshot të një shkrimi dhe kishte vënë në kopertinë telefoni dhe më zgjat mua telefonin, a kupton? Edhe me rob shtëpie, nuk e di a e maj men mirë, a kupton, se për zotin kisha pirë. Po ky tipi kishte shkruar, nëse mami jot do kishte lindur në vitet, nëse Julia do kishte lindur në vitet 60, do ishte Monica Bellucci, diçka e tillë, a kupton? Dhe okay, dhe kishte shkruar në fund pastaj numrin pikpyetje. Dhe mua më vjen, domethënë, e lash, por desha shumë t'i thosha që o vlla do numrin tim apo të mamit, ta kupton, se unë nuk e di, domethënë, me çfarë preteksti po vjen ti të ma thuash, nuk e di. Dhe pastaj mirë ky, po erdhi edhe një më I fortë, a kupton, në fund fare dhe tha, që ke shumë e bukur, tha, a do ma japësh numrin. A kupton, të paktën nuk përpoq o zemra, po që domethënë unë nuk e di. Nuk e di çfarë prisni ju të kapni me që ke shumë e bukur, do ma japësh numrin. Pasi ke parë, ke ngulur syt kështu një 15 orë gjysmë, a kupton, por ndoshta me femrat e tjera ju funksionon, Allah, ku di unë, ndoshta kam unë porth, pra nuk e di çfarë më thëm, po nuk e di, kam nevojë për një linjë, një pick-up line më interesante.